Vëllezër të nderuar, vazhdojmë me sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me serinë e ligjëratave në sire. Jemi në dersin e 8 prej derseve në historinë dhe jetëpërfshimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dersin e kaluam e kemi pas pra për shpalljen dhe llojet e shpalljes, ndërsa sot me lejen e Allahut azza wa jalla do flasim të parët të cilët e përqafuan Islamin dhe daveti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shehurazi. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 vite me radhë presi ka shpall, dhe më thon fjala Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, dhe 3 vite pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bër, dhe më thon davet ka bër shehurazi. Pra nuk ka bër davetin haptazi. Ne përmendëm se ajetet e para të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që erdhën ishin prej surës Alaq, 5 ajetet e para: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Dhe me këto ajete pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u bë nebi, u bë lajmëtar i dërguari i Allahut. Dhe e përmendëm se shpallja pra ka pauzu, ka pushu një kohë. Djetarët kanë dhënë mendime, po më saktë Allahu alem është 1 muaj apo më tepër se 1 muaj ka pauzu shpallja dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj u përmallu për Xhibrilin dhe u përmallu për shpallën, dhe pastaj përmendëm se i zbritën ajetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të surës Mudaththir, 5 ajete të surës Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, o ti i mbuluar, kum fa anzir, qohu dhe thirr, wa rabbaka fakabbir, dhe Zotin tënd madhëro, wa thiyabaka fatahhir, dhe teshat tuaja pastroj. Pastrohu ti dhe teshat tuaja pastroj. Wa rujza fahjur, dhe largohu prej idhujve, distancohu prej idhujve. Dhe me këto ajete pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u bë rasul. Me këto ajete Allahu azza wa jall e urdhnoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të thirras njerëzit, që të thirrë njerëzit. O ti i mbuluar, mbaroj koha e gjumit, mbaroj koha e pushimit, nuk ka pushim për ti. Kum fa anzir, qohu dhe thirr, qohu prej gjumit dhe thiri njerëzit në fjalën la ilaha illa Allah. Zgjohu dhe thiri njerëzit se me të vërtet toka është mbushur plot e përplot me shirk. Kum fa anzir, qohu dhe qorto, tregoju njerëzive të vërtetën, qohu se toka dhe zemrat e njerëzive janë mbushur plot e përplot me kufër dhe me shirk dhe me zullum dhe me padrejtësi. Zgjohu dhe thirr, sepse qabja është duke qajt, është frangosur me zinxhirat dhe prangat e idhujve. Qabja është rreth e përqark me idhuj, me 365 idhuj që e rrethonin qabën. Qohu dhe thirr njerëzit në të vërtetën, në dritën islame. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej se i zbriti ki ajet kum fa anzir, qohu, zgjohu dhe qorto njerëzit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk bani rahatlëk dhe nuk e shijoi shijen e gjumit dhe nuk e shijoi shijen e qetësisë dhe rahatisë. Dhe derisa ndrojet ka vazhdu duke i thirrur njerëzit në fjalën la ilaha illallah. Jo vetëm 13 vite në Mekë, po derisa ka ndrojet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thirrur në tauhid, në njohurinë e Allahut azza wa jalla. Dhe e pranoi islamin secili i cili ishte i pastër në zemrën e tij. Kishte mëshirë në zemrën e tij dhe nuk ishte inatçor dhe mendjemadh. Dhe çdo njeri i cili ishte mendjemadh dhe ishte arrogant dhe i ashpër,
u largu për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë davet, këtë thirrje e vëllezër e bëri fshehur aziz. E bëri fshehur aziz sepse idhujt kishin ushtri të madhe. Kishin një ushtri të madhe që kush i ngacmon të idhut, ata me njëherë ushtria e idhujve aktivizoheshin. Sepse ata shirkun e kishin trashëgu vëllezër gjenerat pas gjenerat. E kishin trashëgu. Dhe idhujt kishin një ushtri të madhe, prandaj i mbronin idhujt mushrikët e Mekës. Ata ishin vëllezër një popull, mushrikët e Mekës ishin një popull që për një deve vriteshin dhe hakmireshin dhe gjoku dirë dhe gjenerat pas gjenerat për shkak një deve, se dikush ja mirte apo ja vrite një deve, edhe ata shkoshin e vrojshin njërin. E si do tjetë halli apo gjendja, e si do tjetë kur për idhujt thereshin me mia deve. Pra mushrikët e Mekës kishin 360 idhuj atje dhe shkojshin dhe i thershin devet dhe i përlishin me gjak ato yjet e tyre. Ato idhujt e tyre dhe statujat e tyre. Kur ata për një deve vriteshin, e si do tjetë gjendja kur dikush ja ngasmon idhujt e tyre, që për idhujt thershin me mia deve për idhujt e tyre thershin. Prandaj pejgamberi sa nazar këtë davet e filloi fshehur azi. Dhe filloi të thirrë njerëzit në rrugën e vërtetë, në hakun shumë i qartë dhe zër. Të gjithë e dishin se është pejgamberi i Allahut. Të gjithë para se më ardhi pejgamber i thëshin ti je emin, besnik i vërtet, i sinqert, i drejt. E dishin se asnjëherë s'ka rrit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, inati, pse kitet, kush është kitet pejgamberi i Allahut? Allahu në Kur'an, A'udhu billahi minash rajim, wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil. Thuaj, erdha vërteta dhe u zhduk e kota. Innal batila kana zahuqa. Me të vërtet e kota ka qenë e zhdukur. Vëllezër, haku shumë është i qartë. Rruga pejgamberit sallallahu shumë është e qartë. Metodologjia pejgamberit sallallahu shumë është e qartë. Pejgamberi sallallahu thotë në një hadith të vërtetë, taraktukum ala mahajjatil bayda. Ju kam lënë në një rrugë shumë të qartë. Në një rrugë të bardhë, plotë për plot me dritë. La yazigu anha illa halik. Lejluha kedeharja, nata e asaj udhër është sigur se dita, pra nuk ka natë në atë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është sigur se dita. La yazigu anha illa halik. Nga rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk devion përveç se ai që është i shkatruar. Rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shumë është e qartë, ju kam lodhur në një rrugë të qartë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi me davetin e qartë, me dritën, dhe ata e panë, mirë po ata e mohuan. Pejgamberi filloi davetin dhe filloi të thras ata të cilët në zemrat e tyre kanë rahmet, kanë mëshirë, janë të mirë, kanë natyrshmëri të pastërt, fitre të pastër. Davetin e filloi me ata njerëz që kanë shpirt, që janë shpirt mirë. Nuk filloi me Ebu Gjehel dhe Ebu Leheb, sepse e dinte se ata janë të fëlliqur dhe ata janë firaunat këtij umetit. Nuk kanë rahmet në zemrat e tyre. Pejgamberi sa filloi davetin, dhe kjo do të jetë për neve mësim vëllezër, se si ne të bëjmë davet. Të filloj me njerëzit që kanë rahmet, e sheh se ndonjë njerëz është i mirë, ka mëshirë, ka rahmet. Mirë po është mashtru mas jetës se kësaj bote nuk di për këtë fe. Tregoj, sepse ndoshta ti bëhesh sebeb, një fjalë ja thu, ajo fjala ndikon në zemrën e tij dhe ai udhëzohet dhe ti ke shpërblimet e tij. Dhe ati nuk i pakson shpërblimet. Filloi pejgamberi sa të thras
me mëshirë, njerëz që kishin mëshirë në zemrat e tyre. Aslemet Khatija. Dhe Khatija radiallahu anha është e para e cila e pranoi Islamin. Është e para e cila u fal pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është e para e cila i ndëgjoi fjalët e Allahut azza wa jall. Është e para e cila i ndihmoi pejgamberit alayhis salam dhe ja largoi brengat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aslamat Khatija. Khatija e pranoi Islamin. Dhe ishte një ndihmë e madhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se gruaja vetë i besoi me njerëz, ai kishte frikë se s'kan besuar askush. Pas Khatijës e pranoi Aliu radiallahu anhu Islamin. Thot Al-Waqidi, janë bëu bashkë të gjithë muslimanët, se e para që ka pranuar Islamin është Khatija. Kurse thot Ibn Ishaqi, thot pas Khatijës e pranoi Islamin Ali radiallahu anhu, dhe ai kishte vetëm se 10 vjet, 9 apo 10 vjet. Pas Aliut e pranoi Islamin Ebu Bekr as-Siddiq. Dhe pas Ebu Bekr as-Siddiqut pranoi Islamin Zeid ibn Haritha. Transmetime që kanë ardhur se kush e ka pranuar Islamin duken se bin kundërshtim në mes vetit. Mirë, nuk kanë kundërshtim mes vetit. Në hadithin që e transmeton Imam Ahmedi, hadith është i vërtetë, për Ibn Abbas radhiyallahu anhu thot, i pari që e pranoi Islamin është Ali radhiyallahu anhu, dhe i pari që u fal me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është Ali radhiyallahu anhu. Kurse në transmetim tjetër që është i vërtetë, në hadith është në Musnad al-Hakim, thot hadith është hasan, thot i pari që e pranoi Islamin Abu Bekr as-Siddiq. Mirë, po dietar çka thonë, si bëjmë bashkë këto hadithet? Thonë, i pari prej burrave që e pranoi Islamin është Abu Bekr as-Siddiq. E para prej grave e cila pranoi Islamin është Khatija. I pari prej shërbëtorëve që e pranoi Islamin është Zeid ibn Harith, shërbëtori i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i pari prej fëmijëve i cili e pranoi Islamin është Ali ibn Abi Talib. Kështu i bëjnë bashkë këto transmetime dietare. Në fillim të Islamit e kishin për obligim vetëm një falë dire qate në sabah, obligim, në gjatë ditës dhe në mbrëmje dire qate një falë. Se kanë pas obligim ka 5 vakte, sikur se si falë më shash, 5 vakte është bë obligim prej kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hipin në Miraj. Allahu dhuran, wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulfa min al-layl. Falë namazin në mëngjes dhe në mbrëmje, innal hasanati yudhibna sayyi'at, veprat e mira i fshin të ligat. Dhalika dhikra lidhakirin. Kjo është një përkujtim për ata që marrin përkujtim. Për ata që marrin mësim. Pranoi Islamin Abu Bekr as-Siddiq. Pejgamberi alayhis salam shkoi te shoku vet më i ngushtë i jetës së tij, që edhe në para se më ardh shpollja pejgamberit alayhis salam e ka pas shok të ngushtë Abu Bekrin. Dhe shkoj edhe i tregoj se unë jam i dërguar i Allahut. Ebu Bekr as-Siddiq pas kur një qfar dyshimi, më dyshje, dileme, me njerë tha ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të vërtet, thot secilin njeri që e kam thirrë në Islam, vetëm se ka thonë ta shoh, të menoj, ka pas dyshim, illa Abu Bekr. Përveç se Abu Bekr nuk ka pas dyshim, me njerë ka besu. E ka njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ka pas shok. Ka jetu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Asnjëherë se ka dhejt, asnjëherë se ka tradhtu, asnjëherë se ka mashtru, prandaj me njerë. A e të thonë se ti e pejgamberi i Allahut, u kri, pejgamberi i Allahut ti e. Edhe kur Miraj, kur jert lajmi se pejgamberi thanë shkojnë mushrikët bëjnë hajgarave me pejgamberin e sam, duke thonë se ndi Mekina e dinë se është i shmendur pejgamberi sa, ma ashtash u ka shmend këtë totalisht. Ai po pretendon se ka shkuar prej në thon Mekë edhe në Kudus Sharif. Pejgamberi sa ka kallëzuar se ka shkuar në Miraj. Shkojnë te Abu Bekr.
Ebu Bekr as-Siddiq, e ka thonë pejgamberi sa thotë, po tu krije, unë i besoj thotë. Prandaj e ka marrë epitetin Ebu Bekr as-Siddiq, i besueshëm, i sinqerti. Ka thonë me një hadith pejgamberi alayhis salam, ma nafa'ani malun qat ma nafa'ani malu Ebu Bekr. Asnjë pasuri nuk më ka bërë dobi sikur se që më ka bërë pasuri, do të thonë dobi pasuria e Ebu Bekr as-Siddiqut. Fabeka Ebu Bekr as-Siddiq radiallahu anhu. Filloi me qajt Ebu Bekr as-Siddiq. وقال يا رسول الله هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. Thot, po unë thot, pasuria ime jemi i yt jo pejgamberi Allahut. Gjithë pasuria ime thot, gjithë unë thot, edhe vetë jemi të ëndër, i joti. Vesh urdhnoti ne kemi me bëj çka na thoshti o i dërguari i Allahut. Ne transmetim të cilën e transmeton Buhariu, hadith është i vërtet prej Ebu Dardas radiallahu anhu, thot, kam pas një zëng Ebu Bekri me Omerin radiallahu anhu. Zakonisht ndodh kjo gjatë jetës me shokin tonë të ngushtë, e ka dashur, janë dashur edhe shumë, po ka ndodhur. Dhe Ebu Bekr as-Siddiq i thot Omerit që të bëjë halal, thot, pasi që në zonë me fjalë, Omerit thot nuk të bëjë halal. Ebu Bekr as-Siddiq i vjen shumë keq dhe shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot, ja Rasul Allah, e patëm një zonk me Omerin dhe ai nuk ma boni mu halal. Pejgamberi sallam tha, yaghfirullahu laka ya Abu Bekr. Allah i ta ka falë ti Abu Bekr. Yaghfirullahu laka ya Abu Bekr, yaghfirullahu laka ya Abu Bekr. Trali thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Bekr. Omeri bën pishmonin dhe shkon te shtëpia e Abu Bekrit të kërkoje halallëk. Tja boje halal. Nuk e gjen te shtëpia, vjen te pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam është hidhru. Abu Bekri gjunjëzohet para pejgamberit alayhis salam, i vjen keq, mos po flet në një ajet për Omerin diçka. Gjunjëzohet para pejgamberit alayhis salam dhe thot, ja Rasulullah, ana kuntu adlam. Unë isha më zullumçar. Unë i bëra më shumë padrejti Omerit, djerë e thot. Pejgamberi sa ka shidhru, ju ka skuq ftira, i ka dalë një damar këtu, edhe thot, inna Allahe ba'athani ilejkum fekultum kadhabtum. Thot, Allahu më dërgoj tek ju. Tregon pejgamberi sa fillimin e Islamit. Allahu më dërgoj tek ju dhe ju that, ti je gënjeshtar. A ti ka qenë edhe Omer radiallahu anhu, si ka besu me njërë Omer radiallahu anhu. Wa qala Abu Bekr sadaq. Kurse Abu Bekr as-Siddiq tha të vërtetën e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha të gjithë ju that ti je gënjeshtar. Kurse Abu Bekri vetëm tha sadaq. Wa wasani bi ahli wa mali. Dhe më kanë ndihmu thot mu pejgamberi sa me pasurinë e tij dhe me familjen e tij. Fa hal antum tariku li sahibi. A keni me lodh, thot, ju shokin tem, kështu, thot, mërzitur. Fa hal antum tariku li sahibi djerë, thot, pejgamberi asan. A keni me lodh, thot, kështu, thot, në këtë gjenje, thot, shokin tem, ju, thot. Në këtë të regon pejgamberi asan të çfarë vlerë ka Abu Bekr as-Siddiq. Të gjithë kanë mohu pejgamberi asan, i vetëm Abu Bekr i ka besu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka qenë ndihmë e madhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Abu Bekr as-Siddiq ishte i butë, i mëshirshëm, i sjellshëm, tregtar i vishëm, i suksesshëm, dhe ishte i dashur. Njerëzit e dojshin shumë Abu Bekr as-Siddiq. Dhe e shfrytëzoi këtë butësi, dhe e shfrytëzoi këtë sjellje të mirë dhe shkoi më një herë të thras shokët e vet në fjalën la ilaha illa Allah. Shkoi te Uthman ibn Affan dhe e pranoi Islamin. 5 veta të cilët janë të përgëzuar me xhenet, Abu Bekr as-Siddiq bëhet sebeb që ata të pranojnë Islamin. Uthman ibn Affan që ka thonë pejgamberi sa di herë ka fituar xhenetin me pasurinë e tij. Se edhe me pasuri fitohet xheneti. Thotë pejgamberi ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm.
Nuk e dëmton Osmanin, çka të bëjë pas kësaj dite? E ka ble bunarin, që edhe sot është bunari i Osmanit në Medinë. Ka thonë se kush e përgatit ushtrinë e Usrës e ka xhenetin. Osmani e përgatit me pasurinë e tij. Diher e ka ble xhenetin me pasurinë e tij. Uthman ibn Affan, Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaydillah, 5 sahabët të përgëzuar me xhenet e pranon Islamin në dorën e Abu Bekr as-Siddiq. Dhe të gjitha shpërblimet dhe gjitha vepra që i kanë bërë këto sahabe, 5 sahabët, në ditën e gjykimit në peshorën e Abu Bekr as-Siddiq do të jenë. Edhe këtyre pa u paksu shpërblimi. Kush për neve e ka këtë dertë? Dertin e Abu Bekrit, që e ka posë Abu Bekrit, dertin e Islamit, që dhe ne të thirim ata që kanë rahmet, që kanë mëshirë, ta bartin këtë dert në zemrat tona, shokët e tonë, në për klasa që i kemi, apo në për shkolla, apo në për punë që i kemi shokët e tonë të thrasin, apo familjen tonë të thrasin. Një më bo sebeb që të udhëzohet në dorën tonë, ti dhe kesh përblimin derën dhe gjykimit. Abu Bekr as-Siddiq u bo sebeb që 5 të përgëzuar me xhenet të pranë Islamin. Dhe thot Ibn Ishaqi, këto ishin 8 personat të cilët parakaluan në Islam, që hinë në Islam të parë. Pra këto 5 edhe 3 Abu Bekr as-Siddiq me Ali radiallahu anhu dhe Khatijën radiallahu anhu. Transmetimet janë të ndryshme vëllezër. Do të shohim se transmetimet janë të ndryshëm, mirë po shkaku kryesor është se pejgamberi alayhis kur i ka thirrë në Islam, ju ka thonë ta fshehin Islamin. Sepse ka thirrë në fillim, në thonë e ka bërë davetin fshehu razi. Ka pas mëshirë se e ka ditë se mushrikët e Mekës kanë qenë shumë të poshtur, ose i kanë vrarë, ose i kanë bitë, ose i kanë rreth, i kanë maltretuar, i kanë burgos. Thot Ammar ibn Yasir. E dini kush është Ammar ibn Yasir? Është djali i Yasirit dhe non e ka Sumejën, shahidën e parë. Hadithin e transmeton Imam al-Bukhari. Ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa 5 abid wa imra'atani wa Abu Bakr. Thot e pash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me të ishin 5 shërbëtor, 2 gra dhe Abu Bakr as-Siddiq. Çfarë tregon Ammar thot? Domethënë unë që aty parë jam afër jam të atyre që kanë pranuar Islamin për të parëve. Tregon Ammar ibn Yasir. Thot Hafidh ibn Hajar, pra 2 gra e dini, Khatija radiallahu anha dhe Sumeja, nëna e Ammarit. Abu Bekr radiallahu anhu dhe 5 shërbëtor kush ishin? Bilal ibn Abi Rabah. Shërbëtor të cilën e liroi Abu Bekr as-Siddiq kur e po duke maltretu, duke rreth, duke lënë në dillën e nxehtë 50-60 gradë të shkretirës. E shpëtoi Abu Bekr as-Siddiq. Shikoni çfarë punë ka bërë, subhanallahu, çfarë njeri ka qenë. Sa ka dosht Omer ta mrije Abu Bekr, s'ka pas mundësi me nuk mrije. Zaid ibn al-Haritha është shërbëtor i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është prej robëve. 2, 3 Amir ibn Fuhayra. Amir ibn Fuhayra është shërbëtori i Abu Bekrit. Familja e Abu Bekr as-Siddiq, vëllezër ka punu, davet kanë bërë të gjithë, gratë, fëmijë, shërbëtori, vetaj. Tani jetën e kanë qenë davet, thirrje rrugt të Allahut. Edhe shërbëtori e ka pranuar Islamin. Ebu Fukejha, dhe kjo është një prej robërve që se keni një dosha, Ebu Fukejha. është një prej shërbëtorëve të cilët se keni të gju, po inshallah Allahu na buson që ta shohim xhenet, ka qenë shërbëtor, ka qenë rob. Edhe Ammar ibn Yasir tregon për veten, do të thonë 5 veta, do të thonë thot Ammar ibn Yasir pranova Islamin, thot, dhe pejgamberi alsa i kishte 5 shërbëtor, 2 gra edhe Abu Bekr as-Siddiq. Thot Sa'd ibn Abi Waqqas, ma aslama ahadun fi al-yawm alladhi aslamtu fihi. Asnjëri thot
s'ka pranu islamin në ditën që unë pranova islamin. Laqad makathu 7 ayam, thot kam qëndru 7 ditë dhe unë thot i vetmi që e pranova thot islamin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana thuluthul islam, unë thot isha i treti që pranova islamin. Sa'd ibn Waqqas thot atë që ka po, si ka po tjerët, pejgamberi sallallahu ju ka thonë shokëve vet mos e përhapni islamin. Jo mos e përhapni, mos ju kallzoni njerëzve të tjerë. Po vetëm ata që kanë zemra të mirë të posa, ata po një davet thinin islam. Se dhe si kanë marrë vesh mushrikët e Mekës, mendja nuk kanë vërsul, edhe i kanë rref, në qytet i kanë lënë, në diell i kanë lidh, dhe i kanë maltretu. Këtë hadith e transmeton Imam al-Bukhari. Thot Abu Dharr al-Ghifari, në hadithin e vërtet, hadithi është edhe në Bukhari, edhe në Muslim, hadithi është i gatë, kush don ba gjënsisht ta shohë jetën e Abu Dharr e keni atje. Thot, prej Ibn Abbasit, kuntu rubu al-Islam. Thot, unë isha i katërti që kam pranu islamin. Abu Dharr al-Ghifari ishte prej fisit Ghifar. Fisi Ghifar jetonte mes Mekës dhe Medinës. Ishin qutta'u turuk, pirat. I ndalshin njerëzit dhe vritëshin pasurin, i rrifshin dhe i lëshoshin. Dhe njënë për tine ka qenë edhe Abu Dharr al-Ghifari. Thot Ibn Abbasi në hadithin që e transmeton Bukhariu, hadith është i vërtet, thot a doni t'ju tregoj se si e pranoi islamin Abu Dharr al-Ghifari. Thanë sahabët që ishin pranë, po, të pranishmit. Thot me ka tregu, thot Abu Dharr al-Ghifari. Abu Dharr al-Ghifari tregon për vetën e vet. Thot unë thot ndëgjova se ka dalë një pejgamber që i thret njerëzit në fjalën la ilaha illallah. I thash vllau tem Unais, shko thot në Mekë, më bish ndonjë lajm prej këtij pejgamberit që pretendon se është pejgamber. Marr vesh më shumë shka halli atij. Thot e shova thot Unesi shkoj, është taku me pejgamberin sam dhe u kthi dhe më tregoi dhe më tha se ai i thirrke njerëzit në akhlak, në sjellje të mirë. Thot mirë, thot njerëzit e kanë kundërshtuar, thot po, i theshin poet. Mirë po Unesi thot unë jam poet, ai thot nuk është poet. Thot Abu Dharr thot nuk më shërove zemrën, nuk më kënaqe, s'm kallzove kur gjatë. Po të kam me shku vetë. Bismillah. Shkon Abu Dharr al-Ghifari në Mekë. I thot vllai vet Unais dhe vesh kujdes thot se me marr vesh se ti e kërkon pejgamberin sa më një herë kanë me dvo llom kërç kanë. Kanë të mitë çutet. Pa dish. Më sheft. Thot shkova thot në Mekë. Edhe s'disha thot kuj mi thon ku e ka shpinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe po është një njërë të dopt, ma të dopt. Ishin do ma të forta, nuk shkova të forta se po më refin, ka frikë. Ka gjetë një majtë dopt, shkova dhe mi thonë, më thotë mujtë të refja. Edhe një majtë zajvë shkova e gjeta, s'ka forta të refin. Edhe i thash, duke të pjetë, thotë dhe shka, thotë. Një pengamer, thotë që pretendon, thotë se është i dërgu, pengameri Allah, a mund shumë më qute, a i me njerë s'friti. Sabi, ati në qabe lisë me vikat. Sabi është ai i cili është në fenë e Ibrahimit a.s. Në fenë e pasër të Ibrahimit. I ka thonë Sabi. Po Sabi ine që është në Kuran. Thot ki do të ka dollë për fejës tonë, ki i shanë zotat tonë, i shanë idhë tonë ki. Ki u bo Sabi, lisë me vikat. Tha, të gjithë njerët vrapuan, thot, kretë edhe u vërsunën të unë, thot, njënë, thot, disa thot me ashtë të devve, i kanë marë ashtë të devve. Edhe disa thot me gurdi, thot, edhe disa me mrej, thot. Deri thot se ula alivano, sa u për vetë dirë. Thot, kur u këtheva, thot, e pash vetën, thot, këtë gjak, thot, sikur se idhulli, thot, si e bëshin me gjak, që ashtu këshin bojë dhe mu, thot, këtë gjak më shimë. Thot, gadal, shkova të Zemzemi, thot, e pastrova fytyrën, edhe pita pak Zemzem, edhe thot që ndrova në Mekë një muj, me Zemzem. S'ku pas buk në angë, thot, veç Zemzem, kam pi.
Dhe një ditë prej ditëve kaloi, thot, Aliu radiallahu anhu, ishte 10 vjet. Ama sahabët se prej tyre bënte davet dhe zër. Mirë po, Alija sa i vogël, i meqëm. 10 vjet i ka pas. Thot, më ofru Aliu radiallahu anhu dhe më tha, ka anë rajul e gharib. Sikur se i e, thot, i huj. Thot, po. Thot, i të bëni, më paso mu, thot. Shko mas, eja mas meje. Thot, shkova mas Aliu të radiallahu, dhe shkova të shpia ati, edhe unë e frikona ta pyeti Aliun, se ndoshta është do një shpion, sepse plot e për plot beka me shpiona, janë aktivizu këtë janë mobilizu. Kush thot, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, me njerë, qytek, me njerë i përkosqë. Thot, edhe unë u frikosha, edhe u frikos për mua kush janë. Shkova të shpia, bujta atë natë, të nesër mend. Prap shkova, thot, në Qabe. Përsëri, thot, po akshami, erdh Ali radiallahu anhu dhe më tha, a nuk e kuptove se ku dush me shkue? Më thot, pason prap mua. Thot, shkova prap mas Ali radiallahu anhu. 2 natë bujta, 3 natë erdh Ali radiallahu anhu dhe më tha, apo më tregon, thot, çka je ti kur ku këtu, thot. Thot, e mori guzimin Ali më pyet. Thash, po të kallzoj? E Budheri thot, po të tregoj nëse ti e mshef, nëse si kallzon tjerë, ama e fjallën? Se si kallzon tjerëve? Thot, ta fjallën. Thot, ku marë, thot, ta kërkoj një pejgamber që ka dalë këtu, që thot se është i dërguar i Allah. Ali radiallahu anhu qetësohet. Thot, faqat rushidta. E ke gjetë rrugën e vërtet. E pas ke gjetë njerin e duhur. Thot, hes me mu, thot. Vetëm shiko, thot. Unë, thot, ka me ecë para, ti mbrapa ke me ecë. Nëse shofim dhe një mushrik për mushrikve, unë e kam mu ullë, kurse jam duke ndresh nallat e mija, këpust e mija, jam duke regullu. Nëse shofim dhe një mushrik. Që, na po, thot, bashk, këto të shku të pejgamberi sa, me njerë, thot, na marrë edhe në arefin. Edhe ashtu u morën vesh, dhe thot, shkoj të shpia pejgamberit alayhis salam, dhe unë, thot, e Budheri, thot, shkova, thot, bashkë me hini Ali radiallahu të shpia pejgamberit, edhe unë, thot, hina të shpia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i thash, ma të rego çka është Islami. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të regoj që çka është Islami, dhe e thiri që ta thot shahadetin, dhe Abu Dharr al-Ghifari e tha shahadetin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Pejgamberi sallallahu çka i tha? Faqala li, ja Abu Dharr, uktum hadha al-amr. O Abu Dharr, fshehe këtë çështje, Islamin fshehe. Mos e bon haftazi, mos e tregoj njerëzive. Pra shiko pejgamberi sa si ka thonë, i thotë Abu Dharr fshehe. Ato tjerë nuk e dinë se Abu Dharr e ka pranuar Islamin. Abu Dharr nuk e di se Sa'd ibn Abi Waqqas ka pranuar Islamin. Se Abdulrahman ibn Auf ka pranuar Islamin, nuk e dinë. Prandaj secili thotë kur i ka thonë tabiinëve, thotë unë jam i treti, unë jam i katërti. Se kjo ka qenë periudha 3 vjeçare, periudha e fshehtë e davetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe çdo njeri që ka thonë fshehe këtë çështje. Pse? Se ka pas rahmet, ka pas mëshirë për sahabët, e kanë ditë se çfarë zullumçar janë mushrikët e Mekës. Thot, unë thot për e shoh, thot se e shoh Medinën, një vend me palma, thot, po më paraqitet për para që do të bëj hijret. Thot, unë thot e kam komentu se ky vend është Medinja. Thot, kur të shkoj, unë thot Medinë, thot, hajde thot ti atje, thot, edhe jetojnë Islamin së bashku, mos rri këtu, thot, se po ndodhen i sherr. Çka thot? Abu Dharr, pasi që i depërton imanin në zemrën e tij, thot, walladhi ba'atha bil haqq, pasha atë që të ka dërgu me të vërtetën, me hakun, la asrakhanna biha bejna adhurim, ka me bërtit, ka me dalën në Qabe, dhe në mesin e mushrikëve ka me bërtit, ka me qu zonën, dhe ka me thonë shahadetin. Dhe del Abu Dharr al-Ghifari në mes të Qabës, pasi që deportoi imanin në zemrën e tij, pasi që e kuptoi se është dërguari i Allahut, tha, o mushrikët e Mekës,
ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Thot mu vërsulën ata gjithë. Edhe fillu thot me gura dhe me drua dhe me shusëllë. Thot më shpëtoj thot Abasi. Erdhe dhe ju tha: o jo njerëz, a e dini se tregtia juaj është në rrugën e fisit Ghifar? Do t'ju del fisi Ghifar, pastaj nuk keni mundësi me shku me bo tregti. Edhe thot u largova. Pastaj të nesërmen thot gjithashtu, thot të nesërmen dola thot me bo thot, ju thash të nesërmen ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dhe përsëri thot më vërsulën ato thot edhe më rahan thot. Dhe përsëri thot Abasi më shpëtoi. Dhe vendosa thot ta marr këshillën e pejgamberit alayhis salam dhe shkova te fisi im. E thira vllajën tëm Unesin në Islam, e pranon Islamin. E thira në temën në Islam, e pranon Islamin. E thira fisin Ghifar, gjisa e tyre e pranon Islamin, dhe gjisa tjetër më premtuan se kur të shkojë pejgamberi sa në Medinë, edhe ne kena shkuar te pejgamberi sa, kena më dhënë besatimin. Dhe kështu ndodhi. Kur shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, i gjithë fisi Ghifar e pranon Islamin, shkak u bo Ebu Dherr el-Ghifari. Dhe thot kuntu rubu al Islam. Isha i katërti që e pranova Islamin. Pse vëllezër? Pejgamberi alajhissalam e ka fshehur davetin e tij. As ka pas mundësi pejgamberi Allahut të del të bën haptas e davetin, edhe Allahu të çon një mucizë në mrekulli dhe të gjithë ta pranojnë Islamin, sikur se u ndodhi në Haxhin e Mtumirës 120.000 sahabe që pranojnë Islamin. Ka pas mundësi Allahu e çon një mrekulli, një mucizë. Mirë po, pejgamberi sa e fshehi Islamin për të na treguar neve se si duhet me bë davet. Sepse pejgamberi alayhis salam është shembull për neve, është një rnek për neve. Ati ku ka nevojë me fsheh Islamin, e fshehim Islamin. Ati ku ka nevojë me bë thirrën haptazi, e bëjmë haptazi. Ati ku jemi të fortë, e bëjmë haptazi, e praktikojmë shariatin. Ati ku jemi të pajtimit, këtë musliman, pasi që kemi me bë davet, ati e bëjmë haptazi. Andaj disa prej grupacioneve, Hizbut Tahrir, Ikhwan al-Muslimin, çka bëjnë? Ata të prej nalt, prej në qeveri, ta morim qeveri, pastaj ta bëjmë Islam, ta prapim Islam. Së mund është me prapim Islamin. Ashtu. Islami përhapët duke bë davet, duke i thirr njerëzit, familjen tënde, koshit, të afërmit, të gjithë. E kështu kur bëhet gjithë shoqëria, atëherë vetë njerëzit kanë me dashur të praktikojnë ligjin e Allahut azza wa jall. Prandaj pejgamberi sa më shembull për neve. 3 vjet pejgamberi sa fshehet edhe ju thosh shokëve të vet, më shefe këtë çështje, mos i kallzo. Sepse ata mushrikët e Mekës kanë qenë shumë të ashpër. Pejgamberi sa më shkudve. Thotë Allahu Kur'an, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Ju keni shembull më të mirë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith thotë pejgamberi alsam, thotë mu thotë më është dhënë Kur'ani dhe diçka e ngjashme me të. Thot mos ta gjeni ndonjërin për juve, thot, që është i mbushur me bukë, i trash, i shnosh, në një karike, thot, edhe thot, çka gjeni në librin e Allahut, aja është halal. Dhe çka gjeni në librin e Allahut haram, aja është haram. Thot pejgamberi sa pshashi ka thonë disa gjona që në Kur'an nuk janë këto gjona domethënë të ndaluara, pejgamberi alayhis i ka ndaluar me hadith. Thot pejgamberi alayhis është ndaluar të hahet ushqimi apo mishi i magarit më thonë çka është i shtëpisë. Se mishi domethënë çka është i magarit, domethënë magari i egër hahet. Magari i shtëpisë haram, pejgamberi sa ndaluar, kjo në Kur'an nuk është. Thot edhe çdo kafshë e cila thot është dhëm shkijese, çka është kafshë domethënë e cila është e egër, kafshë e egër çka han mish, është haram. Kjo në Kur'an nuk është. Thot edhe lukat e muahid vëzër është ai njeri pabesimtar i cili jeton që është e ka siguruar shteti islam.
Thot nuk lejohet të marrat e humbura. Nëse ka humbur diçka, ai muahid, diçka është pabesimtar, nuk lejohet me marr, po dush me ia kthi. Këto tre gjëra domethën Allahu në Kur'an si ka përmend, po pejgamberi alajhissalam i përmend. Edhe thot, mos ta gjendë njëri që është i trosh në karike i ulur, thot, e të thot, çka gjendë në librin e Allahut është halal, edhe bën ju halal, çka gjendë në librin e Allahut haram është haram. Jo. Thot Allahu që ka bu haram, edhe pejgamberi alajhissalam që ka bu haram është njëjtë. Se të thot, më është dhënë Kur'ani dhe më është dhënë diç e ngjashëm me kohë hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alajhissalam vazhdoi davetin fshehurazi dhe rasti fundit për të tregoj edhe këtë dhe për marrëm inshallah. Është rasti i Amr ibn Absa. Amr ibn Absa është sahabe i cili gjithashtu kërkonte islamin. Pejgamberi alajhissalam fshehurazi. Dhe shkonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e takon pejgamberin alajhissalam fshehurazi dhe i thot: "Ma anta?" Kush je ti? Ose men anta? Faqal ana nabi. Pejgamberi alajhissalam tha un jam nabi. Qultu, pra tregon Amr ibn Absa. Thash, "Wa man nabi?" Po çka është pejgamberi? Kush është pejgamberi alajhissalam? Qala Rasulullah, nabi është i dërguari i Allahut. Qultu, fa bima arsalaka? Me çka të ka dërguar pejgamberi Allahut ti? Ti fa pyetës mirë apo? Me çka të dërgoi ti? Ti i dërguari i Allahut. Me çka të dërgoi Allahu? Qal, bi an ta'bud Allah wahdahu la sharika la. Ta adhurosh vetëm Allahun dhe Allahut shok mos i bësh në ibadet. Shikoni vëllazër, thirrja në tauhid. Thirrja në tauhid dhe në largim nga shirku. Kjo është daveti jon. Ky davet duhet me kon tek besimtarët. Me i thirr njerëzit në fjalën la ilaha illallah, me u tregu njerëzve tauhidin dhe me i largu prej shirkut dhe prej llojeve të shirkut. Ishte thirrja pejgamberit sa tauhidi. I thot pejgamberi sa Muadh ibn Jabelit, a e din çka është haki i Allahut ndaj robit dhe çka është haki i robit ndaj Allahut? Muadh ibn Jabel thot nuk e di ya Rasulullah. Allahu Rasul alam. Thot pejgamberi alayhis salam, haki i robit ndaj Allahut është robi të adhuron Allahun dhe mos t'i bën shirk në adhurim. Kurse haki i Allahut ndaj robit është që secili besimtar që adhuron Allahun dhe nuk i bën shirk Allahut në adhurim, e ka borxh Allahu me shtin xhennet. Allah e ka bo obligim që ta shtin xhennet. Thot Ebu Muadh ibn Jabel, ja Rasulullah, a ti përgëzon njerëzit? Shumë hadith i mirë. Thot la fayattakilu. Jo, mos i kallzon njerëzve këtë thot. Se kanë mu mbështet vetëm këtë. Kanë milion njerëz të vepra, kanë menuar sa thon vetëm me adhuru Allah, veç namazin me fal madhuru Allah, më jepë mbështetje dhe mo, kanë melon davetin, kanë melon xhihadin, kanë melon gjitha punët e mira çka janë ndafile. Thot jo, thot se kanë mu mbështet në këtë. Thot Muadh ibn Jabel, këtë hadith e kam rujt deri në momentin e vdekjes. S'kum dosh me kallëzu se pejgamberi ka thonë, mo ka thonë se kanë më mbështet. Pasi njerëzit e kuptuan ato se Islami është davet. Islami është, domethënë, ilm, amelun wa da'wa. Ilm, dituri, vepër edhe davet, thirrje rrugt të Allahut. Kur e kuptuan njerëzit këtë, atëherë thot para se me vdekje Muadh ibn Jabel tha po ju kallëzoj, po frigona që mos ta mshefi ilmin. Sepse ka thonë nësëm kush e din ndonjë ilm apo kush pyetet me një ilm edhe e fshet diturin ka mu prangos me pranga të zjarmit në ditën e gjykimit. Thot vetëm ki hadith nga shtim e kallëzu se e kam një dituri aftë nësë pe kallëzoj këtë hadith. Edhe ja të regova njerëzive këtë hadith. Haki i robit në Allahut është që robit të adhuron Allahut dhe mos t'i bon shirk Allahut, ndërsa haki i Allahut dhe robit është që çdo rob që e adhuron Allahun dhe nuk e bon shirk Allahut e ka po obligim Allah që të shtin në xhennet. Prandaj i thot Amr ibn Absa i thot që të adhurosh Allahun e dita është ti thesh idhujt. Ti thesh statujat. E ka pas qëllim të shtëpia veç e ka pasur në Mekë, pejgamberi asam 13 vjet kanë në Mekë, pejgamberi asam çati ka bërë tavaf, ato idhët i ka pas nuk i ka thënë pejgamberi asam. Ja ka thënë më së pari idhët në zemër që i kanë pas, pastaj kur e shtiroi Medinën, pastaj edhe shtiroi në Mekë dhe i thej, pastaj vetë sahabët i thin idhujt. I thot, ti thesh idhët,
wa tasil arham dhe ta lidhish lidhjen farifesnore. Me çto po të urdhnoj? Thot Amr ibn Afsa thot sa gjëra të mira të paska urdhënuar Allah. Sa gjëra të mira të paska urdhënuar Zoti thot subhanallahu dhe pranë Islamin bëhet musliman. Thot Amr ibn Afsa. Thot kush ka pasu thot ti? Thot pejgamberi asan hurrun wa abdun. I liri dhe robi. Pejgamberi s'ka desh mi ka thosë këtë kush e ka pranuar, se po vaki Amr i tregon donjorët laf pas lave merr vesh se ka pranuar sa dhe me kasë marrën edhe e rrefin edhe misë. Ka thon hurrun wa abdun. E ka pranuar Islami thot i liri dhe robi. Ai ka menu ka thon i liri, domethënë është Abu Bekr, robi është Bilali ose Zaid ibn Harithi, ai thot edhe Hatija do thon thot kuntu ruba al-Islam. Thot unë thot isha i katërt që e pranova Islamin. Kur ardhi pejgamberi sa unë do të jam i katërt që e pranon Islamin. Pra ka pasur pra i liri është Abu Bekr, robi është Bilali dhe ki ka menu ka thon se është i katërt. Do të thotë këto transmetime janë të vërteta vëllazër. Këto transmetime janë Buhari dhe Muslim. Mirë po, sigurisht që thash pejgamberi sa mi ka thonë që ta fshin Islamin, sepse Bubaki rastisht ka kallzu dikush mushrikëve edhe i kanë maltretuar edhe i kanë rref sahabët. Pejgamberi sa ka qenë i mëshirshëm dhe ka thonë në një hadith pejgamberi për Abu Bekr thotë arhamul khalqi bi ummati Abu Bekr. Njeri më i mëshirshëm për ummetin tim është Abu Bekr as-Siddiq. Lusim Allahun azza wa jall që Allahu na forcon, na udhëzon, na drejton në rrugën e Allahut azza wa jall. Inshallah vazhdojmë javën e kaluar, javën e domethënë ardhshme vazhdojmë për domethënë për sunet e pejgamberit sa më tregu. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.